Të bëj një login. Kemi këtë Computer Lab. Edhe po ta klikoni këtë, hapet kjo adresa vclab.fs.al. Mund ta provoni tani në browser. Thomas e provoi, po ju dy që sishit mund ta provoni. vclab.fs.al. Jo, mund ta shkruani edhe direkt në browser. Hapni një tab në browser edhe shkruani atë adresën lart vclab.fs.al. Edhe direkt, po, .fs.al. Enter. Tani, këtu te kjo po. Te ky logini këtu, Apache Guacamole, do shkruajmë username Linux. Edhe password commands në anglisht. Me C të vogël edhe me 2 m. Username Linux, password commands me C edhe me 2 m. Po, tani këtu kemi dy mundësi për të lidhur me këtë mjedisin virtual, ose me terminal, ose me atë grafike. Po provojmë të lidhjen grafike. Tani na kërkon një username password tjetër. Username është emri juaj me të vogla, për shembull Arbi ose Thomas. Atë që kemi tek ajo e duja. Me të vogla, po. Kurse passwordi është emaili. Emaili që keni përdorur për të regjistruar. @gmail.com apo si e keni. Po. Jo, e kisha vetëm Arbi. Jo, s'ka një, provoj edhe një. E ka shumë të ajo, e tu në dhe tash. Dakor. Provoj edhe një, vetëm Arbi. Edhe pastaj Emaili që kemi. Po, emaili që kemi. Pashkërë? Daisy. Po, jo si që ka atje Daisy, vetëm kaq. U hapën. Okej, tani këtu kemi një sistem Raspberry. Ky sistem është virtual, është instaluar në server, unë mund ta aksesoj me anë të browserit. Edhe Raspberry e kam menun këtu lart. Ka programe, po ne nuk na duhen këto programe të tjera, na duhet vetëm ky terminali, ose këtu ose këtu. Terminali është për të provuar komandat. Arbi kështu dhe ka të instaluar Linuxin në laptopin e tij. Mund të përdori laptopin. Po me kompjuter tjetër, se laptopin e lërë sa të më thënë, kur vetë shpiti me kam. Kur vetë shpiti mund të përdorish këtë. Po për këtë ndaj të pyeta unë që kërkova që feti s'ka në problem se ke laptop. Dakor, po të kesh laptopin, do punosh me laptop. Po s'pate laptopin... Do vë këto të vëna në virtualin e kompjuterit. Mund të përdorish këto, që të provosh komandat. Tani, përveç kësaj, kjo ka edhe të instaluar edhe programin Thoni. Pra, nëse doni të provoni në një program, ose kur jepet në një detyrë, nëse nuk e keni të instaluar Thoni, mund të instalohet, besoj. Atje e instalova, po me version të vjetër, ka ndonjë problem te kompjuteri vjetër. Mbasi s'ka problem, nuk besoj të ketë ndonjë problem. Se atë më kërkojnë, ndaj thash. Në rregull. Por që nëse nuk e keni të instaluar, mund ta përdorni edhe këtu, Thoni. Tani, të tregoj diçka tjetër këtu tek faqja e kursit, tek testi. Nuk e di nëse e keni filluar apo e keni... Unë 3 herë kam bërë sot atë test. Okej, shumë. Tani, janë disa pyetje që mund të gjenden duke I provuar komandat, sepse thotë për shembull që
për shembull, çfarë shfaqet në ekran pasi jepën këto komandë. Faktikisht kjo është e thjeshtë, mund të gjendet edhe me mendje. Për shembull, cdtmp shkon tek direktoria tmp. mkdir1, këto janë komanda të ndryshme të ndara me pikë. mkdir1 krijon një direktori me emrin 1. mkdir2 krijon një direktori të dytë brenda kësaj tmp-s me emrin 2. Dhe pastaj print working directory. Çfarë është komanda print working directory? Do shfaq direktorin ku jemi, që është tmp. Edhe përgjigjja e saktë është kjo. Faktikisht kjo është e thjeshtë, edhe me logjik. Por që mund edhe të kopjoj këto komanda, i selektoj, shtyp Ctrl C që t'i kopjoj, shkoj këtu dhe bëj Ctrl Shift V. Ctrl Shift V që t'i bëj paste. Edhe çfarë shfaqet po të japim këto komanda, shfaqet /tmp. Atëherë e gjeta përgjigjen, edhe sikur mos ta dija çfarë bëjmë këto, e gjeta. Dezi provoj me Ctrl C dhe pastaj Ctrl Shift V. Okej, s'ka gjë. Kopjoj diçka diku. Për shembull, sa për provë. Bëj Ctrl C. Ta kopjosh. Ctrl Shift V. Ctrl Shift V. Okej, nuk e di, varet nga browseri ose. Në rregull. Domethënë, disa nga kopjet e kuicit mund ta gjeni përgjigjen edhe duke i provuar komandat. Kaq. Tani do bëjmë një gjë me Scratch, atë detyrën kush e ka këtë detyrën, përveç Arvit. Dezi e ka bërë? Okej. E ke bërë, në rregull. Atëherë do ta kontrollojmë detyrën ose nesër ose pas nesër, se sot nuk kemi shumë kohë. Vazhdojmë bëjmë pak Scratch. Edhe pastaj fillojmë me komandat. Dhe jemi tek Raspberry Project. Tek projektet e Scratchit. Jemi tek Introduction to Scratch. Space Lock, catch the bus i kemi bërë. Këtë e kishit detyrë. Atëherë po shikojmë të find the bug. Unë po e kaloj këtë në ditare tjetër. Klikoj me djathën këtu dhe them move to new window dhe pastaj Ctrl Alt edhe Shift, edhe shigjet djathtas, e kaloj në desktopin tjetër. Ju, nëse keni shumë kollaj, bëni si ta keni më kollaj. Këtu kam Scratchin, këte kam udhëzimet e projektit. Scratchin, udhëzimet e projektit. Edhe kështu duke parë udhëzimet edhe duke vazhduar. Unë kështu do punoj. Ju po doni shikojni udhëzimet këtu ku i shfaq unë edhe vetëm bëni ato te Scratchi. Atëherë, fillimisht këtu na tregon se çfarë do bëj ky program. Ja po e bëj një play këtu. Qëllimi i këtij është që të gjejmë ku është i fshehur bubureci edhe ta klikojmë. Kur e klikojmë nesh, shfaqet një sken tjetër, edhe këtu ku është bubureci është këtu i vogël fare, e klikoj. Te kjo skena këtu, ku e kam buburecin, është këtu te dritarja, po s'më lejon ky zogu, ja ta kaloj pak, e klikoj. Këtu është kollaj. Edhe më duke se vazhdon përsëritet, po i pi stop. Pra, ky është programi që do shikojmë sot. Tani kjo hapni këtë starter project, do të thonë që e fillon. Po klikoj me djatën, i them copy link address, unë do shkoj nga dritarja tjetër, ju mund ta klikoni edhe direkt kur doni. Edhe i bëj Ctrl V, paste. Faktikisht bosh që aty, starter project bosh, mund ta kishim krijuar edhe vetë një projekt. Në rregull, shumë mirë. Aty. Të e pamë se çfarë projekt, kam një të faqja tjetër.
edhe shkojmë start project. Tani, me qënë se ne do ta modifikojmë këtë projekt, do të klikojmë edhe remix këtu. Se po nuk klikojmë remix, mund ta modifikojmë, pastaj nuk e ruajmë dot. Se kjo na lejon edhe që ta ruajmë projektin. E bëre remix? Po, në rregull. Shojmë çfarë vëzime shka. Edhe drejt, backdrop. Tani, do shtojmë të chalkboard backdrop from the indoors category. Atëherë shkoj tek do ta bëj funksionin. Atëherë backdrop si kemi këtu. Klikoj, shkoj tek indoors chalkboard. Kush është chalkboard? Do shkoj këtu. Chalkboard. Pastaj do ta editojmë, do shkojmë tek edit. Klikojmë këtu tek backdrop. Edhe pastaj tek tabi këtu backdrops, edhe kemi dy backdrops. Kjo është backdrop 1, që ishte vetvetivu, para se fillojmë me projektin, para se të shtonim këtë, kështu që e klikoj këtë dhe e fshi. Ose delete këtu, ose delete këtu. Edhe kemi vetëm këtë chalkboard. Pastaj klikoni këtë convert to vector. Më duket se kështu është. Pra, klikojmë këtë convert to vector. Çfarë bën kjo convert to vector? Kjo Okej, më duket se është vetë konvertojmë, gjithsesi e konvertoj edhe një. Një imazh aty mund të jetë i përbërë nga disa komponente, nga disa pjesë që janë shtuar. Edhe ne mund t'i lëvizim, mund t'i rrotullojmë, mund t'i ndryshojmë këto pjesë. Por nëse klikoj convert to vector, atë të parën, nëse klikoj Nëse klikoj convert to vector, mund të shtoj pjesë të tjera. Kur është bitmap, te bitmap janë gjitha pjesët të bashkuara bashkë, si një imazh i vetëm, nuk mund të modifikohet. Tani do shtoj një tekst aty që thotë find the bug. Kur shtohet teksti, text tool është kjo t-ja këtu. T-ja. Dhe klikoj këtu. Vetëm se ngjyra nuk që nga mirë edhe shkronja nuk që nga mirë. Atëherë do ndryshoj fontin. Fonti ta bëj këtë marker si font. Fill do ta bëj white. Ose më ta zgjedh ngjyrën e bardhë me këtë. E bëra me këtë saturation, që ta bëj ngjyrën të bardhë dhe mund të ndryshoj edhe pak madhësinë. Ndryshoj pak madhësinë, po ndryshoj. Kush më thotë, ku e ndryshoj madhësinë? Mos është kjo pyetje këtu? Jo.
E kaptet sepi. A vetëm e kapte se, okej, në rregull, okej. Edhe vendosim këtu, edhe kjo këtu na tregon si. Pra ky programi quhet Find the Bug, prandaj do vendosim të titullin Find the Bug. Po, tash këtu ndryshojmë edhe. Po, e di. Okej, vazhdo. Ndryshojmë edhe ngjyrën edhe bëjmë edhe pak më të madhe. Tani ky backdrop që çka bën vetë po ne duam që ta ndryshojmë emrin, ta quajmë start, sepse është backdropi i parë i programit, do të kemi edhe backdrope të tjera. E quaj start këtu. Tani do shtojmë të figurën e atij bubureti. Shkojmë këtu, kërkojmë bug, edhe marr këtë buburetin. Ndërkohë mund ta fshij këtë scratchin se nuk na duhet në këtë program, e selektoj dhe ta fshij. Në hapin tjetër do shtojmë edhe një tjetër backdrop, ose një tjetër pamje të fushës, që është kjo skena me këto. Kështu që nga kategoria music do zgjedhim këtë spotlight. Shto backdrop, shkojmë tek music edhe zgjedhim spotlight. Meqense ai bubureti është shumë i madh, kur të kalojë skena tek spotlight, do ta zvoglojmë aftësinë e tij me 20%. Dhe këtë e bëjmë me këtë kodin këtu, when backdrop switches to spotlight. When backdrop switches to spotlight, the looks set size to 20%. 20%. Tani, ky kodi këtu i përket buburetit, se buburetin kemi zgjedhur. Kështu që kjo vendos madhësinë 20% aplikohet ose zbatohet tek kjo figurë, tek bubureti. Pastaj do të vendosim edhe një pozicion, po për të vendosur pozicionin, ta aplikoj një këtë që të zvoglohet bubureti, pra ku i bëj doppio klik, zbatohet ky kodi këtu dhe shikojmë që kjo set size 20% e bën të vogël buburetin. E marr buburetin dhe e çoj këtu tek kjo. Pasi çova këtu, shkoj tek motion edhe go to XY. Dhe tani kjo XY vetë ti mos zgjedh koordinatat e buburetit që është tani. Prandaj reviza një dhe pastaj mora këtë. Dhe sa që të vi programi në këtë fazë, që të kaloj tek ky backdrop, do zvoglohet madhësia e buburetit, do bëhet 20% dhe do vendoset në këtë pozicion. Se ideja është që pak e vështirë për ta gjetur, dhe aty pak e vërtet mezi duket. Dhe qa tjetër bën programi? Kur të klikohet bubureti, do bëj një zhurmë pop, edhe do kaloj te backgroundi tjetër, next backdrop.
edhe e bëjmë me këtë kodin këtu. Edhe ky kod është i buburetit. When this right click, when this right click, kryejmë një blok tjetër. Ky është një blok, do kryejmë edhe një blok tjetër. Ky blok fillon zbatohet kur ndryshohet backdropi dhe bëhet ky backdrop spotlight. Ky bloku zbatohet kur të klikohet bubureti. When this right click, play sound, shkojmë tek sound. Play sound pop. Dhe pastaj tek loops, next backdrop. Tani, do të bëjmë edhe një blok të vogël, dhe këtë do ta shtojmë tek backdropi të kod. Që kur të klikohet flamuri zakonisht sinjalizon fillimin e programit. Kur të klikohet flamuri që filloi programi, backdropi do të shkojë tek start, që është ajo me atë skenën edhe në shkrimin, që bën fillimisht. Atëherë shkojmë tek klikojmë tek klikojmë tek backdrops. Tek kodi i backdrops, event, kur të klikohet flamuri, switch backdrop to start. I bëjmë një save now. Dhe e provojmë programin. Ok, shumë e provojmë. Po klikoj flamurin këtu, flamurin jeshil, meqense është kjo, kur të klikoj flamurin shko tek backdrop start, më del kjo si fillim. Backdropi i parë. Këtu kemi këtë buburecje, por shumë i vogël. Faktikisht është shumë i vogël, që do ta bëjmë pak më të madh. Po e lëm për momentin, po e klikoj këtë, bën një pop edhe kalon te backdropi tjetër. Te ky backdrop e kemi këtu buburecin, prapë në një pozicion. Edhe këtë gjithë, nësa që klikojmë buburecin, bën një pop edhe kalon të backdropi tjetër. Po, faktikisht kemi një problem, se nuk është mirë që t'jetë në të njëjtin pozicion buburecin, kështu që edhe jo t'jetë kaq i madh, kaq i vogël. Në këtë të parën të bëjmë çik më të madh buburecin, për shembull 100%. Kështu që këtu vendosim edhe këtë kodin change size tek loops. Apo si e bëjmë atë? S'mund ta bëjmë tek backdropi, do ta bëjmë tek kodi i buburetit. Atëherë, e vendosim this one. Do shkojmë tek kodi i buburecit, pra e klikojmë buburecin këtu, dhe do shkojmë tek kodi when backdrop switches to start, set size to 100%.
when backdrop switches to start, set size 100%. E klikoj, tani më del këtu bukureci, duat t'i vë edhe një pozicion, po pse Atëherë do ta çaktivizoj këtë klikimin të bëjmë fix right click, po e çaktivizoj sa ta zhvendos atë. E shpus të kodin, klikoj, e marr e vendos këtu. Pra nuk e dua në këtë pozicion, e dua në këtë pozicion. Dhe këtu vendos edhe këtë go to XY. Tani e bashkoj. Tani duket që funksionon mirë. Është një version i thjeshtë i lojës dhe fillestar. Pastaj në fazën tjetër të projektit ose të programit, do shtojmë edhe këtë papagallin që lëviz rreth e rrodhall dhe ta vështirësojmë gjëtin e tij. Po Thomas, ta shkruaj pak çfarë? Okej, ti po flet. Okej, ti po flet këtu. Mirë. I ke ngatruar pak. Arbi, po do të shkosh prapë edhe një në shtëpi. Sipas udhëzimeve. Po sipas udhëzimeve, apo nuk duhet të bashk. Po, do të bëj hapasakje. Fillimisht me atë bukurecin, edhe pastaj do bëjmë të papagallin që lëviz rreth rrotall, dhe pastaj se në brakshëm me koskën e sekti. Dakor, atë do ta shoh në fund, atë mund ta shohësh në fund. Kur thotë upgrade your game, aty mund të ketë edhe udhëzime për të shkruar edhe gjëra të tjera që e bën më të vështirë. Atëherë, po bëjmë edhe këtë papagallin. E shtojmë si sprite këtu, faktikisht Thomas dhe Daisy e kanë bërë, po gjithsesi po e bëj edhe unë shpejt. Tek animal, ose po e kërkoj këtu parrot. E shtoj. Pastaj, do ta bëjmë që të lëvizi me anë të këtij bllokut. Arbi, meqenëse ke ngelur pak mbrapa, më ndiq mua tani dhe përsëritin në shtëpi. Do të thënë, shiko këtë. Si po e bëjmë dhe pastaj vazhdoj në shtëpi. Atëherë, shtuam të papagallin. Tani këtë papagallin duam që të lëvizi rreth rrodall skenës. Edhe do ta bëjmë këtë bllokun këtu. Do filloj lëvizjen kur të klikoj flamuri, rotation style left right, në mënyrë që mos dalë me kohë poshtë. Pastaj i jap një drejtim 35 gradë. Pastaj bëjmë këtë ciklin forever që përsëritet pambarimisht. Forever është një cikël që përsëritet pambarimisht. Dhe çfarë bën ky cikli? Lëviz me 10 hapa. Nëse është në anë të skenës, if on edge bounce. Nëse është në një nga anët e skenës, bën ricochet, do të thënë përplaset edhe kthehet mbrapsht. Next costume e bën që të lëviz ato krah. Pra ndryshon kostumin her pas here që duket sikur po përplas krah. Change color effect by 5, ndryshon ngjyrën. Wait 0.25 sekonda, prit 0.25 sekonda, në mënyrë që mos lëvizi shumë shpejt. Atëherë po e riprodhoj këtë kodin këtu, edhe kur të klikohet flamuri, set rotation style left to right, set rotation style left to right, pastaj point in direction 3 fps,
Pastaj fillojmë të ciklin e pafundur, forever. Control, forever. Move 10 steps. If on edge, bounce. Next question. Change color effect. Test. Wait 0.5 second. Të gjitha këto vendosën brenda këtij blloku të forever, sepse të gjitha këto duhet të përshkritur vazhdimisht. Atë i bëj një save now, edhe e filloj edhe një herë. Kemi gjithë tjetër? Okej, testimi. E filloj edhe një që ta testojmë. Atëre, shikojmë që ky papagalli vazhdon lëviz, edhe sa që vete në një anë të skenës përplaset dhe kalon në anë tjetër. Tani, unë të thosha që çështja i madhe, mund ta bëjmë edhe 80% madhësinë aty, ja të bëj një stop. Looks set size to për e bëjtë 80%, që tjetë pak një vogël se shumë i madhe e zëtë gjithë skenë, shumë duket madhe. Okej. Tani, këtë pengon që ta gjesh dhe ta klikosh. Me gjitha të kur largohet, ajo mund ta gjenë dhe ta klikojnë. Stop. Ndalëm e programin me këtë të kuqen. Tani, niveli 2. Niveli 2 është të shtojmë një sken tjetër të ngjashëm. Edhe në këtë skenë buburetin do ta vendosim në një vend tjetër. Edhe do ta testojmë. Atëre, po shtoj një skenë tjetër këtu, tek backdrops. Si ishte kjo skena? Urban, background. E kërkoj këtu me urban. Ja, telefon. Pa. Tani, këtu tek bubureci, sa që e klikojnë, se duam që ta lëvizim buburecin në këtë skenë. Po ta klikojnë që ta lëvizim, zbatohet ky kodi, when this right click. Kështu që përshpus përkohësisht të pjesën, në mënyrë që kur ta klikojnë mos ndodhi gjë, sepse unë dua që ta lëviz. Dhe faktikisht do ta bëj edhe çikun të vogël. Atëre, që ta bëjmë të vogël, do ta bëj të vogël te kjo skenë, kur është te kjo skenë. Kështu që shkoj tek events, when backdrops switches to urban, pra kur të shkoj tek urban, do vendos madhësinë 20% tek looks. Set size, që ta bëj të vogël. 20%. E klikova këtë që të bëj e vogël, edhe e marr e vendos në një pozicion që mezi duket, për shembull këtu. Dhe këtu vendos tek motion, vendos edhe go to XY, dhe kjo i gjen automatikisht të koordinatat, i mban të koordinatat dhe pozicionin ku ndodhet. Tani e bashkoj edhe këtë pjesën këtu. Ta kaloj këtu poshtë të kodin. Edhe i bëj save.
Great. Tani, mund të qëlloj që ky bubureci të dalë mbi atë papagallin. Kështu që është një që të shtojmë edhe këtë, kur të klikohet flamuri, go to back layer për buburecin. Pra, te kodi I buburecit, when green flag click, looks, go to back layer. Back layer është mbrapa të gjitha figurave të tjera që mos të dalë përsipër. Të dalin nga poshtë. I bëj save prap edhe e provoj. Klikoj. Tani del mbrapa papagallit. Ajo këtë e bën kjo back layer, e klikoj prap. Tani kjo fillon nga fillimi. I bëj stop. Se e njëjta gjë është. End screen. Pra, si që thamë, sa që klikojmë atë buburecin, atë fillon nga e para. Tani, që ta ndalojmë këtë, do shtojmë një sken të fundit, end screen, që faktikisht është e njëjta me këtë të parën. End screen, indoors, chalkboard. Shkoj tek klikoj këtu tek backdrops. Këtë tani do ta riemëroj, do ta quaj end. Pra, është e njëjta me këtë të parën, por kjo e ka emrin start, kjo e ka emrin end. Kjo ka të shkruar atë find the bug. Kjo do ketë një funksion tjetër. Tani, kur të ndryshoj backdropit tek që tjetë ajo skena e fundit, do vendosim atësin e buburecit 100%, edhe do shkojmë në qendër, paka shumë. X0, y 30. Këtë do ta shtoj tek kodi I buburecit, tek kodi. When backdrop switches to M, looks, change set size to 100%, edhe kemi këtë go to, tek motion, go to XY, kishim 0 dhe 30 në duket. 30. Tani, do shtojmë edhe një timer. Timer është që matë kohën. Kur fillon programi, do ta vendosim 0 dhe do shikojmë se sa shpejt, do me thënë, do t'i gjithë buburecat. Ai që do ta lojë lojën. Faktikisht, s'ka që ka vetë një timer, ne mjafton që të temi stay timer, edhe ai do thotë se sa sekonda ka zgjatur programi. Pra, shkojmë tu tek sensing, shkojmë një tek looks edhe marrim stay. Tani, nuk do temi hello, po do temi timer. Shkojmë tek sensing edhe marrim
marrim timer. Ja kush timer. Pra, kjo timer është si një ndryshore, si një variabël që mban kohën e ekzekutimit të programit, pastaj ka zgjatur programi. Në këtë moment është sekonda kaq, që kur ka startuar programi. I bëj save. Dhe nëse do filloj ta luaj edhe një nga e para, do t'i bëjmë reset, që të bëhet 0 timer. Kështu që shkojmë tek programi. When backdrop switches to start or to spotlight. When backdrop switches to spotlight, set size go to XY, edhe do bëjmë edhe reset timer, që të bëhet 0. Domethënë, në këtë moment e bëjmë 0, në fund, pasi e ka gjetur gjithë buburecat, shfaqim kohën. Nëse e fillon edhe një herë nga e para, e bëjmë prapë 0. Save. Edhe e provojmë. Klikoj buburecin, e klikoj prapë këtu. Tani kjo më nxjerr 2.9 sekonda. E klikoj prapë buburecin, po kjo na ngeli kjo 2.9. Tani, si ta ishte të? Duhet ishte bosh ajo, say. Duhet të themi say bosh. Yeah. Duhet të themi say bosh. When backdrop switches to start, say nothing. Atëherë i bëj stop. When backdrop switches to start, që kemi këtu, say nothing. Nga turuan që të. E fshi këtë edhe i bëj save. E filloj edhe njerë, e provoj. Tani kjo është fundi. E klikoj, fillon në fillim say nothing, e fshin atë, edhe fillon nga e para. Këtë radhë bëra 2.67 sekonda. Është fundi që po të sajt teme. Po? Kurdo? Jo, pash, atë në të numërin, Po. është fundi, sajt time. Po, aty është fundi, edhe tregon se sa sekonda na u desh që të gjenim të gjitha, të shkonim në fund. Mirë, tani unë i bëra save, po e mbyll këtë dhe do vazhdojmë me ca komanda Linuxi. Kalojmë te terminali. Do të bëjmë shpejt se ishte shumë brapa. Po, është më mirë ta bësh avash, se i kupton edhe më mirë kur e bën avash. Po kalojmë te terminali. Sot do shikojmë ato që quhen pipeline. Pipeline është si një, domethënë, linjë përpunimi, që të dhënat që nxjerr një program, ja kalojmë një programi tjetër për t'i përpunuar. Pastaj dhënat e këtij ja kalojmë një programi tjetër, do të shkojmë pushim. Po. Bëjmë ka se në ka pushim, apo? Mirë, mund të ngrini, mund të lëvizni pak. Ose dil pak jashtë atë ashtu.